kalojmë në historinë e Aldës, pseudonimi i saj është Alda. Kjo është histori shumë interesante sepse trajton një temë tjetër që është një temë shumë e përhapur, që edhe ajo shkakton përçarje dhe që përdor dhe keq përdor, që është leku. Pra familje që e shohin se kërcënim hyrjen e nusës, sepse mund të ha nga lekët e tyre. Dhe kur nusja ka lek, prap, do të thënë këtu është dhe ironia që edhe ata bën lek dhe prap leku pra është një temë që përdoret shumë. Dhe jo vetëm, dhe këtu ishte jo vetëm Vjera, gruaja, mamaja e bashkëshortit që ishte pengesë, por dhe kunata tjetër, pra nusja e djalit të madh, e vllait të burrit. Kështu që shkojmë në temën, dhe kjo është shumë e përdorur madje edhe në prallat e moshme shqiptare. Kunatat që jetojnë brenda një çatie dhe beteja e tyre. Dhe është shumë interesante dhe gjithmonë gratë e çuditshme. Sa gra, sa luftë lodhen shkretat. Alda, më dëgjon? Të dëgjoj Dalina shumë mirë. Atëherë ti sa vjet ke që jeton me Bjerrit? Me Bjerrët? 6 vite. 6 vite jetoni në një shtëpi. Po. Këtë vendim, pse morë të jetoje me ta? Ç'a ndodhi? Në fakt, unë jam rritur, jo vetëm unë, por gjithë jam rritur me ato opinionin që në jetë në lëm një familje dhe gjen një familje tjetër. Edhe gjithmonë kam menduar që të jetosh në familje ndoshta gjen një për të mos i lënë ata vetëm, sepse bashkëshorti im është djali i vogël, edhe ideja që mos i lënin ata vetëm, e kupton? Dhe kishte një zgjedhje me dëshirë dhe me dëshirë më të madhe, e kupton, sepse kur unë u lidha me bashkëshortin tim, isha emocionuar për gjithçka që më priste përpara. Për një familjen. Sa vjeç ishe ti kur njove? Unë isha 30 vjeç, 29-30. 30, okay. Mendoja që ajo isha shumë domethënë emocionuar për familjen e re që do njihja dhe do ishte familja ime, po realiteti nuk ishte as pak që kisha menduar. Se në vend të mirëseardhjes, unë hasa atë dyshimin, stofsinë dhe një lloj muri që më bëri të ndjesha dhe huaj, e kupton? Po pse ndjeve këtë? Qa mendon se kishe ti që u bërë direkt kërcënim? Atë ndjeva se sa ta mendonin që unë atë periudhë kisha një punë shumë mirë. Dhe ata nuk njihnin dhe nuk e dinin shumë punave dy punë. Isha një pozicion të okay dhe mendonin që unë isha personi që kisha ardhur të haja lek të familjes dhe kishte mendim që ato e kanë qarta si fare. Pas një lloj dyshimi dhe hezitimi, e kanë thënë vetë ballë. Po ki kanë lek si familje? Të bëjmë një pyetje kështu popullore që fare? Kanë me lek? Kanë qenë, po tani janë mos. Koha tregoj që unë nuk i haja lek të familjes, po mbaj familjen e tyre. Unë sot kam edhe një vajzë vogël, po megjithatë, domethënë kjo ftësia dhe reagimi që e erdhi ishte më shumë se kunata, nusja e kunatit tim. Nga që ajo më shikon të gjithë kohën, madje ruan të rrjetet mia sociale, më bëri shoqe në Instagram që shikon të çfarë bëja kodilja, çfarë bëja. Edhe aty më thonë, me këto gjëra, e çonte, do të thotë ajo do halë të familjes ju, ajo vishet me rroba të shtrenjta, se ja blen djali juaj, edhe të gjithë këto ajo kishte hallin që ndoshta e dyshonte që ai ju keni më shumë lek se bashkëshorti vet, ai ndoshta meriton më shumë, që po ndodhte një konspiracion brapa, po se kuptoj ç'a interesi ka kunata që të mërzitet kaq shumë. Po që do të ishte lumtur që me ban ti Vjerën. Në fakt, bizneset ishin të përbashkëta. Kjo pra ishte ideja që biznesi që ata kishin ishte i përbashkët i familjes. Kuptoj. Sepse kjo thoshte që neve duhet marrim më shumë se unë jam i madhe, ndërkohë që kur hyra unë në jetën e tyre, bashkëshorti nuk ishte më beqardhë, nuk bënte më gjëra që kishte bën përpara, nuk ishte ai do lëshuar se si më përpara. Kupton se tani ne do shikonin të krijonin familjen tonë, kupton? Dhe i duk sikur i humbi ajo vëmendja, ajo pushteti që ata kishin në të shtëpi, kupton? Edhe kështu do të thotë që pyetje, nga ana intelektuale, si ishit juve? Kishit dallime mamaja, kunata dhe jo, absolutisht. Jo, unë nga ana ime nuk kisha asnjë lloj mendimi të kësaj natyre. Jo, nga ana intelektuale. Nga formimi intelektual, po them. Si janë raportet, ndryshimet?
Ndryshimet janë, do të thonë, shumë të mëdha. Mamaja e bashkëtit tim është një njeri jashtëzakonshëm, pavarësisht gjithë gjërave dhe unë e di shumë mirë sepse tani në këtë fazë të jetës së ja kam kuptuar që nuk ishin mendimet e saj ato që kishte ndaj meje, kupton? Nuk ishin mendimet e dikujt tjetër që ishin shprehur tek ajo ndaj meje. Po thua për kunatën e ke fjalën. Po, sepse e ke parasysh në një farë forme, unë isha, do të thënë, u bësh një konkurrencë heshtër që kush tani kjo e mori vëmendjen sepse kjo jeton me ta, ishte një farë xhelozie që unë jetoja me ta dhe unë tani do isha në thonjza e preferuara, se fakto shumë mendonte ajo. Ajo çfarë formimi kishte? Në fakt është për të ardhur keq sepse ka një formim, po kot nuk thonë që shkolla nuk të bën njeri. Shkolla ndoshta vetë një qenë më shumë. Edhe shkolla të jetë një qenë, po nuk të jep dashurinë dhe edukatën që ti mund të kesh për dikë apo përvoj apo atë mendimin, perceptimin se si ti shikon njerëzit, se si i shikon njerëzit me dashuria, me afrimitet i quhen familje, pjesë familjes. Edhe ajo në fakt është një pozicion shumë të mirë pune në shtet. E duam një çik thot amerikanët dhe ti, duam një çik gossip nga çfarë situata është për shembull për ty kanë qenë krejtësisht absurde që ti kujton. gjatë marrëdhënies tuaj. Ai me jetën ajo ka ndryshuar mendimin ndaj meje, më kupton? Duke jetuar gjatë gjithë kohës së të dyja bashkë, ajo ka kuptuar se si unë në të vërtetë jam, më kupton? Dhe ka kuptuar gabimin e rënë në thonjza, pavarësisht se më ka kërkuar kur falje për gjërat që më ka bërë, po që ishte një gossip, që është, do të thënë, një dramë e madhe të quaja është kunata ime për shembull, vjen edhe e merr vjerën time dhe thot hajtë dalim një të pi një kafe, zbit për salatit, edhe head story me të në Instagram, sepse mendon që duke bërë kështu, unë do jetë gjeloze që ato të dyja dalin, ato të dyja dalin, dhe më thënë, është realisht me vërtet për të ardhur keq edhe do të thënë banaliteti më i madh është të hedhësh një story me vjerën që dhe shije me tim një lloj edhe kafe ne pi një lloj, kupton? Kjo është banaliteti më i madh. Pra ekzistohen këto gëzime. Mendova që të jetë story që të xhelozosh punatën se ke rroba të shtrenjta apo po pi kafe këtu, apo burri se ke ish burri se ke zot të dashur, po nuk e dija që hajde xhelozohemi foto me vjerën. mendoj që Nuk duam të dini sa më larg. Do ta kuptojmë, është me vjerën apo me pasurinë? Po pra shumë interesante tha Jona, e ka se do vjerën apo pasurinë? Në fakt e ka se do pasurinë, e kupton? Edhe mendoj se duke unë jam një kërcënim në jetën e saj, diçka se do ato lidhja kështu, sepse tani duke jetuar me prindë dhe bashkëtit tim, automatikisht më thonë, sa gjëra do i kalojnë fëmijës tim dhe bashkëtit tim, e kupton? Edhe ajo mendon se ne marrim më shumë se sa ajo. Edhe duke qenë se duke bërë afinitetin e vjerën tim, edhe me, domethënë me prindë dhe bashkëtit tim, ajo mendoj që do jetë duke shumë me afërt me ta, ata do t'ja lënë asaj, kupton, vjapin asaj një pjesë shumë të madhe të asaj që nga ajo çka i takon. Ajo mendon që ti mendon siç ajo mendon. Kjo është e vërteta. Qofse u kuptua. sepse njeriu Mendon që të tjerë do mendojnë të njëjtën gjë që ata mendojnë për diçka. Mendojnë për diçka, po. dhe kështu që thotë ke hyrë me një kështu. Ke hyrë me një qëllim. Nuk e di për çfarë familje bëhet fjalë kjo. Dhe dim që vetëm një familje ka 1 miliard euro për momentin pasurinë të vend, por nuk kemi rast aty, por që edhe ata që si kanë 1 miliard euro ekzistojnë këto fenomene. Patjetër, që ka një dramë shekspiriane. Po vetë je ballafaquar ti me se më pëlqeu shumë kjo historia e kunatës. Unë isa për vjerën, po je ballafaquar, domethënë si keni marrëdhënie me kunatën ju? A je ulur bashka, shkoni në evente, si silleni? Unë arrita po patjetër në evente familjare, përse se bëhemi gjithmonë bashkë, por si domethënë deri në fakt pikë unë bëja, por pastaj nuk bëj më, sepse kam menduar që nuk mund të shtirem dot, e kupton? Kjo është shtirje. Edhe nuk mund të shtiresh. Nuk mund të shtiresh dot më dhe në fakt e mora një ditë para ca kohësh, edhe i thash e vendosa domethënë ta pyes, tash ta di ku e ka problem me mua, më kupton? Edhe i thash, a keni problem me mua? Jo, po nuk kam asgjë, po do të thënë nuk më vjen një gjë të saktë dhe në fund fare pastaj tha, po jo se ti mendon kështu, sa po nuk është ashtu, i thash se ti tha nuk mendosh për mua, po nuk është ashtu siç mendon ti. Në fakt thash dy gjëra janë, sepse në fakt e gjitha erdhi nga një status Instagrami që kisha shkruar që what goes around comes around. Edhe ajo e tha të gjitha tha, po ja vetë ti tha se si mendon, ti ta ke bërë atë status dhe ke bërë për mua.
I thash unë, po ti çfarë mendon se bota rrotullohet rreth teje apo ju më keni bërë mua diçka veç çdo gjë që bëjmë në djeg. Jo, do të thënë e humbi atë fillin dhe nuk e gjen vetëm atë se çfarë do të thoshte. E tha, po jo, sa po unë kështu jam, sa unë nuk mund të sjell dot tjetër, e kupton? Thjesht sa ti ke ardhur pas meje këtu dhe duhet të qëndrosh gjithmonë pas meje, e kupton? E zorri atë, çka po bluante në veten e saj. Që unë të ardhur Si ka marrëdhënien, jam kurioze. Burri Të dy vëzhgjet e deri një farë pike kishin shumë okay, pastaj xhelozia sa shkëndej aty sa i thotë bashkëtorët vetë që ti s'ke punë me vllajën tënd, se do t'i flasësh aty kur nuk flas me të, sa ajo nuk flet me bashkëtorën tim, sepse ai që kur ka gjetur disa mesazhe do të thënë në kompjuterin e bashkët të punës, që ajo kishte marrë një foto time dhe ja dërgonte bashkëtorët vetë dhe thoshte kjo do t'ua haj pasurinë ju, edhe që aty domethënë ai shkëputi fare marrëdhëniet me ato dhe tha ajo për mua ka vdekur. Po, Bashkëtim do të që ka kapur foto vetaj se Po me vllajën si ishte? Do t'i kisha thënë unë nuk më besonte mua. po nuk ta besone. Po me vllajën, Dy vëllezërit si kanë marrëdhëniet? Marrëdhënie standarde, për shëndetën, e kupton? Tipike shqiptarëve që mos na bie në gjë e keqe që të vim dhe kur na bie keqja çaj, më kupton? Për njëri tjetrin. Dalina, kjo situata që familja e përbashkët, biznesi i përbashkët, puna e përbashkët, mendoj se çështja e problemi vërtet qëndron këtu, që gjërat nuk ndahen, edhe krijon pasiguri tek dy familjet, krijon një lloj konfuzioni se si do vazhdojmë me jetën tonë kur prindrit nuk do jenë më. Edhe këto çështje mendoj se janë thelbin këtu, që e shikojnë në shumë familje tjera. Pra, duam po s'duam, krijojnë këto problematika në marrëdhënie sepse ka pasiguri, gjërat nuk ndahen. Ekonomia është e përbashkët. Nuk dihet se si merren këto para, si shpenzohen. Më thënë, gjërat duhet ndar, familja duhet ndar veç kur martohet. Po shiko, këto e kanë siklet në Shqipëri, ke vënë re që kanë siklet madje të paguajnë edhe një noter apo një avokate ekstra për të bërë një dokument, sepse i quajnë edhe si ofendim apo shkelje sedre që të ulen të bëjnë kontrata. Se këto në fakt janë biznesmen, pra kanë një biznes dhe në biznesmen ti e ke shumë të thjeshtë të justifikosh kur jep në biznes që se sa të lë shtëpinë, kupton ato një nën që s'ka pas lidhje me biznesin, duhet lë një shtëpi që e ka marrë dhuratë në kohën e verit. Kurse në këtë rast kur janë biznese, bëhen ca kontrata, sa përqindje ke ti aksione, sa përqindje ka tjetri. Po gjërat kështu mbeten të paqarta dhe vijnë pastaj në ditën ku ndodhin konfliktet mëdha që shkatrojnë përgjithmonë marrëdhëniet. Prandaj shumë e zakonshme kjo ndërthurja e familjeve me njëra tjetrën, duke mbajtur një kuptim familje bashkë, por më shumë krijon probleme. Më thënë, ne duhet të bim në atë pjesë ku familja duhet të jenë të ndara, secili për pjesën e vet. Prandaj nëse kemi një biznes përbashkët, gjërat duhet të jenë shumë të qarta. Ndryshe duam po s'dom të krijojnë këto gjëra. O Alda, ti kur the që ajo mendon se ju do merrni më shumë, mendon se ndonjëherë ju është diskutuar nga prindrit? nga patriarku i familjes që të ndodh me ju? Është diskutuar dhe gjërat në fakt janë ndarë. Edhe sepse konati ime ka marrë pjesën e tij kështu kur vendosi të jetonte me bashkëshortën e vet dhe deri i ka dhënë pjesën që i takonte pa i të blende një shtëpi. Dhe kjo është pjesa që ai i takonte edhe i tha që të kështu që më kemi tashmë ti nuk e ka marrë dhe biznesi që i takonte dhe kaq. Por duke qenë se ajo gjë që ai mori u bë pak e dëmshme, domethënë shkoj dështoj, ai gjë që ai po bënte, dhe biznesi që ishte aktuali familjes vazhdon akoma të punojë dhe aty jam edhe unë pjesë që punoj bashkë me bashkëshortin tim. Edhe kjo ndoshta ka ndikuar shumë. Pra se ka një merak, është një gjë që vazhdon, se ajo që është mbyllur po akoma vazhdon. E ka intriguar dhe mendon që ajo që gjëja që ka dështuar nuk funksionoi dhe kështu që tani duhet kemi pjesë edhe kësaj gjë tjetër, kupton? Por që gjëja ndarë në fakt që në fillim. Por tani që ka hyrë kjo xhelozia e heshtër, edhe s'dim si të çfarë veprimi të bëjmë që ta nxjerrim në fakt, ta nxjerrim sa më keq atë tjetrën, e kupton? Ndoshta edhe xhelozia që ti edhe burri yt ndoshta ka dalë më i zoti në këtë moment, sepse gruaja ka shumë atë, ndonjëherë ka shumë të thjeshtë sa do të japi dashuri në momentin që ti nuk garanton më të ardhuar tek një burr. I prishet ai imazhi, thyet. Imazhi, është thyer imazhi i bashkëshortit që ai kishte krijuar ndoshta. Dhe gjërat nuk funksionon ashtu si ajo mund ta mendonte.
Edhe mendoj këtë tjetrën që ndonjëherë është ironi e fatit se po kishin funksionuar gjëra ndoshta do na kishte mbytur fare, kupton? Po kishin funksionuar gjëra ndoshta do na kishte mbytur në një do na kishte futur një batak që do na kishte shkelur me këmbë dhe do shifte me sy. Pa jo, ka fëmijë? Po ka 2. Okej, ka fëmijë. Fëmijët bëhen me njëri tjetrin apo? Po, sepse në fakt ajo nuk do që fëmijët të bëhen. Madje i mban larg, por unë kam vetëm një fëmijë dhe gjithmonë mundohem edhe për hatër të prindërve të bashkëshortit tim, sepse ata janë të vjetër tashmë dhe nuk kam se të krijoj një shqetësim më shumë që ta mbaj fëmijën tim larg. Në thelb kam menduar se të gjithë secili e bën vetës vet, ajo gjinafet e veta i mbaj për vete, kupton? Tani ti thej që problemi tani është kunata, Vjera ka qenë, por nuk është më. Keni folur dhe ajo është tash është okay se ka parë edhe ndoshta ka njohur më shumë kunatën. Ju ka parë dhe ju. Ka njohur. Pra si eriti Vjera në konstatimin që un kam qenë, mua më kanë fryrë në vesh. Domethënë në jo budallë pse njeriu, edhe duke qenë se më shikonte çdo ditë unë jetoj bashkë me ta. E shikonte shumë mirë për kushtimin që kisha, sakrificën që bëja çdo ditë, që nuk ja kisha asgjë me hile, asgjëje, çdo që bëja me ndershmëri dhe asofie, kuptoj që në fakt nuk mbaja hatërmbetje, dhe pse ata kishin më shumë gjëra, nuk po mbaja hatërmbetje, në pra vazhdoja sikur s'kishte ndodhur asgjë, kupton, pavarësisht dia të gjitha gjërat. Edhe ajo madje më tha e vlerësoj shumë të faktin që ti ke qenë djeni të gjithçka edhe prapë ke vazhduar të jesh për e njëjta, nuk e ndryshuar, më kupton, s'ke mbajtur një shndrim. Edhe këtë ajo e kuptoi vetë këtë gjë, domethënë se si e di vetëm ajo. Këtë gjë e kuptoi vetë ajo me kohën, me reagimet. Rëndësishme është e kuptoi. Po, e kuptoi edhe domethënë tani ne marrëdhënie të lumtura askull nuk ka, por që kemi arritur në atë modelin e familjes që unë nuk i ndërhyj në privatinë e saj në gjërat e saj dhe ajo nuk ndërhyj në gjërat e mia, është një ndihmë për mua, në fëmijën tim. Më thotë që mos më radhë, ka thërë të një mbështetje për mua. Por u deshën shumë kohë, edhe u deshën shumë sakrifica shpirtërore dhe ta përballoj edhe nuk dha se është ka qenë shumë e vështirë. Jam kurioze, bashkëshorti në këtë procesin dhe këtë përpjekjen tënde, lodhin tënde shpirtërore me maman e tij, çfarë roli ka pasur? Ai gjithmonë më thoshte, po ti je streson vetëm kohë, mos i jep rëndësi. I thashëm po pse të kam bërë asgjë, pse ta bëjmë mua kështu. Mos e vire, mos bëj sikur se ekzistojnë, nuk ka problem fare, kupton? Nuk ka të mbajë qëndrim, mos e streso vetën, shkel, ai ka qenë nuk është se më ka lënë ai vetë, kupton? Kuptoj, s'e ka lënë vetën. Kur, asnjëherë. Dhe sa rëndësishme është. Sepse ai e di për shumë mirë se ti e dinte shumë mirë se ai një të më mirë se sa mua. Alda, të falenderoj shumë për historinë. Alda, të falenderoj shumë. Natën e mirë. Natën. Jona, bashkëshorti i parë, e historisë së parë, e merrte ëma në telefon, e dëgjonte dhe transmetonte çdo gjë, pra e merrte të mirë që çdo gjë që thoshte ëma, e transmetonte nuses, pra nuses së tij. Ky bashkëshort i thoshte që mos e ça kokën, lëre që kjo është metodë tjetër, por ndoshta kjo është më efikase si metodë, që e ka injoruar atë që i thot, injoroj atë që thot mami im. Po. Në të dyja rastet të dy nuk duan të si meshkuj, nuk duan që ta zgjidhin gjën, por format e tyre. Dhe në këtë rast ajo quan mbështetje. Po. Edhe tek rasti i dytë, edhe te rasti i parë, do të shikoj një lloj ngjashmërie ku burri nuk futet në mes, sepse është më e vështirë të vendosësh të balancat mes të dy grave. Edhe ka zgjedhur burri shumë i vështirë mes dy grave. Rrugën që të injoroj, pra të mos i shkojmë mbrapa se është nëna, justifikon, por sa e zgjidh kjo gjë. Problemin e vërtet që ndodh edhe vijon edhe çon deri në divorc, çon deri në shkatrim, edhe pse në rastin e dytë nuk e patëm. Dhe ishte nëna që u ndërgjegjësua, nuk ishte se bashkëshorti ul me nënën dhe i tha shikon nën çka ke bërë. Në këtë rastin e dytë ishte më ndryshe, sepse përmes përvojës së saj arriti të ketë një tjetër ide se si qëndron e vërteta. Domethënë, edhe qasja që ka përdorur në Vjera në këtë rast është e ndryshme, pra ka lënë kohë. Edhe fakti që ndikohet nga një person tjetër që ka kaluar më shumë kohë, që është kunata e madhe, prap ka dhënë mundësinë që ta shikon situatën ndryshe, por nuk e dim se si, le të themi, gjërat ose interesat e brendshëm
po bëj pak atë pjesën negative, se si interesat e brendshëm kanë çuar në këtë ndryshim të lidhjes. Pra, kujdesi që ofrohet në shtëpi nga nusja aktuale, nëse është kjo diçka që ka nevojë dhe dëshiron mbështetje, apo me të vërtet ka ndodhur ajo reflektimi edhe ka rritur ta. Jo, ajo e tha që filloi të më shite, që unë nuk isha ai që thoshte kunata. Pra, ka faktin çdo ditë para syve. Shiko, kam bërë një lloj analize të timen, të vogël, në lidhje me faktin sepse këta burra, por edhe vajza shumë, po më shumë burra, se ndoshta natyra e gocës edhe është më kundërshtuese, nuk e kundërshtojnë, pra është një lloj e mbajnë nënën në një lloj piedestali dhe babain. Madje kur kemi pasur letra në Anabel ku vajzat flisin në anonimitet për baballarit e tyre apo i binin nënave të tyre, kanë qenë pafund komente që thoshin babin fale çfarë do të bëj. Nënën mos e prek kurrë. Pra, edhe pse historitë ishte të tmerrshme, sidomos nga ana e baballarëve, të alkoolizimit, të dhunës të tmerrshme, nuk e di çfarë kishin bërë ata njerëz, thoshte si mund të mos e hidhet kur poshtë babai. Dhe duke qenë se ne edhe në ekstremitete nuk e hedhim poshtë prindin, unë mendoj në analizën time që ne nuk rrisim, jo ne, një pjesë e madhe e njerëzve nuk rrisin individ, por është ajo rritja në zgjatim. Dhe ti nuk krijon një komunikim të shëndetshëm me fëmijën, për t'i thënë që ti je individ, ke mendimin tënd, nuk kundërshto dhe mua. Që është e vështirë, sepse të rrisësh fëmijë, unë kam rritur fëmijë që më kundërshtojnë. Nuk është shumë e lehtë. Donjëherë do doja që të më grinin në piedestal gjithë ditën. Dhe them donjëherë, sikur më pëlqen kjo ideja që mbahet nëna kështu. Më pëlqen dhe mua që ta mbajnë atje sipër, sepse dua që të rris individ të lirë, po ndërkohë unë kam gjithkohë sfida, kundërshtime nga ato, sepse kështu i kam rritur. Më vëm pikpyetje tërkohës. Dhe shumë njerëz nuk kanë ngritur asnjëherë pikpyetje dhe shumë nëna kanë përdorur faktin e periudhave të vështira që kanë kaluar, komunizmin, vujtjet, dhe i kanë amplifikuar ato sepse fëmia nuk ka qenë prezent kur kanë ndodhur këto gjëra. Pra kështu jemi rritur ne të shkretët. Ndërkohë që edhe gjatë sistemit komunist kishte që kanë vuajtur, madje shumë që kanë vuajtur vërtet nuk janë ndier fare, që kanë dalë nga burgjet nuk janë ndier. Por shumë të tjerë që kanë rrituar në të sistem, prap ka qenë një jetë normale brenda atij sistemi, se do të kuptojmë që në çdo sistem ekziston një lloj jete dhe kur përqafohet dhe bëhet nga të tërë, hyn te një gjë normale, se ti nuk e di se ç'a ka jashtë, ç'a të pret, ti njeh këtë. Dhe ka qenë një përdorim një përdorim i dhunshëm i vuajtjes që kanë kaluar për të justifikuar veprimet e tyre ndaj fëmijëve, kështu që të tërë kanë një pjesë e madhe meshkujve që e shohim shpesh që kanë nënën që ka vujt, sa ka vujt ajo për mu. Është shpreha shqiptare, sa ka vujt nëna për mu, nëna ka vujt, pa marrë parasysh asgjë tjetër që sjelljet e nënës, karshi tolerimet që ka bërë babait, po kështu ishte koha dhe sa ka vujt ajo për mu, kështu ishte koha dhe sa ka vujt ajo për mu. Dhe kështu që këtu nuk ka asnjë lloj dialogu. Në mungesë të këtij dialogu, mashkulli përveç se nuk ka autoriteti, nuk ndërton autoritet, futet mes dy grave, jo se të futet mes dy grave, por dy individëve është dhe një individ tjetër që thotë "Ki sekond, nuk kam bërë zgjedhjen time." Dhe i arsyeshëm në marrëdhënie. Tash kjo është analiza ime, nuk e di a e kam të saktë. Këtë gjë në fakt kam dashur dhe unë ta prek përmes praktikës që bëj edhe shikoj shumë të zakonshme, jo vetëm në praktik, po shikoj edhe në televizion, mbrojtja e familjes në mënyrë shumë ekstreme, që nuk shikohet me të vërtetë që kjo familje mund të jetë shumë disfunksionale, nuk funksionon në thelb, ka shumë problematika, por del në pambrojtja e tejskajshme që kjo është familja ime dhe është kështu dhe paraqesim një realitet që s'është. Babai hero, mamaja hero, sakrifica. Shiko, unë e kuptoj pak të pjesën e publik që po është e rëndësishme që do ta bëjnë analizën me veten e tyre në marrëdhëniet e tyre. Se hajde mos e po e flasin akoma në publik se edhe po të thonë ato të vërtetën ka frikun e gjykimit, se të tjerë do thonë jo ne kemi heronj, u si e pas këtij familjen, se do ndihen mirë ata të tjerët edhe, kështu që pranohet shumë kollaj kur ne e mbrojmë familjen në këtë mënyrë. Domethënë e kam vënë re që nuk asnjëherë nuk flitet. Dhe pse vetë personi mund të jetë i vetëdijshëm deri në një farë mënyre që familja e tij nuk është e shëndetshme, ka shumë dinamika që kanë rezultuar ndryshe, por megjithatë po të paraqet këtë anë të familjes, patjetër që mund të gjykohet sepse ne shikojmë pasqyrë. Pra, ai moment që reflektohet aty, duket sikur dhe ne e kemi të vështirë ta pranojmë që edhe familja jonë mund të jetë e tillë. Prandaj kur
në një farë mënyrë glorifikohet familja që ka këto në themi tipare, kaq të rëndësishme me këto vlera, por në të vërtetë nuk është, atëherë dhe për mua është thjesht të them që edhe familja ime është e tillë. Pra neve duhet të ulemi dhe të shikojmë realitetin. Të heqim këto ide të sakrificës që përdoren shumë në mënyrë të dhunshme, them më herët, pra të dhunshme tek fëmia, i paraqitet unë kam bërë kështu për ty dhe vetëm për ty, dhe të pres në farë mënyrë të ma kthesh këtë gjën, duke të përdorur. Dhe ky përdorim nuk flitet, domethënë fëmia nuk e pranon këtë që po përdoret, dhe nëna vazhdon ose prindi vazhdon ta përdor në mënyrë të vazhdueshme. Duhet dhënë stop, duhet të jemi të arsyeshëm përballë këtyre fakteve, sepse nëse vazhdon, situata do merr një rrjedhë ku ti ngelesh viktim në vend dhe jo vetëm kaq, por edhe transferon tek brezi tjetër, tek fëmia yt, ti bën një të gjë. Dhe kjo, nëse ne nuk e ndalojmë kur jemi këtu, nuk do ndalohet as më vonë, sepse ti do bësh një të gjë, sepse ti justifikosh atë gjë, se kështu i na rritën. Është mënyra se si ti rritesh, dhe kështu ka ngrëndru, si thoshte ajo te historia parka, kështu ka ngrëndru mami, kështu ka ngrënë gjyshja. Mënyrë funksionimi. Çdo mënyrë që ne jemi familjar me atë mënyrë që truri jonë e percepton familjare, edhe po të jetë e dëmshme, vijohet, sepse për ne është e njohur dhe ne e vijojmë. Pra diçka që është gabim, është e mësuar gabim e me radhë, ne e vijojmë vetëm sepse është familjare për ne. Por duhet të ulemi dhe të ndryshojmë. Dhe unë mendoj, duke qenë se në të dyja raste, të dyja gratë thanë që Dalina nuk është formimi intelektual, se urdhro, ja ku jemi dy familje, dhe e dyta tha nuk është formimi intelektual, por unë mendoj prapë që disa njerëz janë të prirur, kanë prirje dhe ndoshta të dalin mbi sipërfaqe, të ndryshojnë, të kërkojnë, dhe për mua ky është formimi intelektual. Pra të duash të mësosh, të përmirësosh veten dhe marrëdhëniet, dhe të tjerët kanë atë lloj formimi që kanë. Po të ndryshosh do thotë të braktisësh mënyrat e vjetra. Që shumë e vështirë. Që të braktisësh do thotë të hedhësh poshtë ato më vite që ti ke jetuar në atë formë. Dhe prandaj është e vështirë që ne ta bëjmë këtë. Pra duhet ballafaqohemi. Nëse ti dëshiron ta ndryshosh këtë gjën, atëherë pranoje që ke jetuar në formë gabuar. Dhe kur nëna luan me këtë shantazhin emocional, në momentin që ti sikur dhe pak të futesh në atë errësirën e raporteve që ke dhe të dosh ta ndryshosh, ti të zhbrumosur një lloj keqardhje aq e fortë brenda teje, sa ti ndihesh jo në faj, por mund të ndihesh një malinj që ti kërkon t'ja bësh këtë nënës tënde, që nuk do t'i bësh gjë, ndoshta do të rindërtosh raportin. Dhe më vjen shumë mirë, kjo është një gjë shumë e guximshme që po them, po më vjen shumë mirë që unë kam marrë letra gjatë viteve të fundit, sidomos në Anabel, ose në faqen time personale më shumë, të njerëzve që kanë thënë, unë thjesht kam prerë marrëdhënie me prindrit. I preva. Nuk mundesha më. Do më thënë, të vi keq që janë prindrit, sepse unë jam një nga ato njerëz që nuk e kuptoj, unë kam mikesha që s'flasin, motra vëllezër, them si nuk flet me vllajin. Kjo është po ka raste që kur kam qenë brenda historive të njerëzve që janë vëllezër, motra që nuk flasin, i kam gjykuar shumë nga jashtë, kam thënë s'keni turp, do ta mbani familjen tuaj. Ja, unë me motrën zihem çdo ditë, po s'ka problem, ne nuk do ziheshim kurrë në këtë lloj mënyrë do flisim, por pastaj kur i kam parë se si silleshin me njëri tjetrin, për shembull, s'flisim fare, po kur takoheshin 2 sekonda për kalamajta ku diun te shtëpia e nënës, kam thënë ore këta më mirë larg, qofse asnjëri dhe asnjë nuk toleronte tjetrin. Në momentin që asnjë nuk përpiqet të ndryshojë, është më mirë larg. Është shumë e nevojshme. Ti thush stop. Dhe prindërve në fakt, sidomos kur janë mosh ose dëgjoj nga një vesh, u them gjithmonë që janë këto njerëzit të mençur, e tha, kjo historia ty tha një gjë të bukur, që në fakt është e vërtetë, duhet të bësh një vesh shurdh her pas here, bën një vesh shurdh, një sy qorr, është një shprehje shumë e famshme shqiptare, që shpesh duhet ta bësh, domethënë. Unë si nuse që kam qenë në marrëdhënien time, duke qenë se kam qenë gjithmonë e zënë me punë, me celulare kështu, dhe kam qenë shumë rehat, nuk më interesonte fare kjo pjesa e të merresha me çështje që ishin domethënë respekti i mirëqell, të lutem më ndihmo, si shkoni, si açoni, më ndihmo me fëmijën e tjerë për cilën kam qenë gjithmonë shumë falënderuese për ndihmën, por nuk jam futur në diskutime të tjera, kam qenë shumë menefregiste. Ndoshta menefregizmi im
ka ndihmuar që ka qenë një raport shumë i mirë. Pra nuk është ndihma e vetme, domethënë nuk është se ka ndihmuar kjo vetëm raportin, por edhe me refregjismin në një lloj mënyre e bën. Që un kam gjërat e mia, ato as prish punë fare, s'prish shefe, ç'kemi mirë, ç'a bëhet mirë. Kalamajt kur i doni, i mbani si mbani, domethënë. Edhe kjo Ti kalosh gjërat më lehtë, pa ju shtuar më shumë problem, të krijosh problemi nga hiç gjë ndonjëherë. Por unë dhe s'kam jetuar. Kujdes, nuk kam jetuar në një shtëpi. Ai është ndryshim tjetër. Edhe atje pasaj, po ka prap edhe mes nusesh, ka sa që jam më thua, pse shkon me atë shumë? Që janë sa kështu si të qeshur atë gjithkohës nëna u çove, u bëre. Dhe pastaj thua, pa jo vetëm me shangën atje tjetër, sa e poshtër është. Po është dhe kjo është një mënyrë, është lojë më vete. Është lojë më vete. Unë në fakt doja të përbotja pak edhe anën e kundërt, që është se si ka parë mashkulli marrëdhënie me vjerën, me familjen tjetër. Pa dyshim që mashkulli që më shkruajti një letër nuk do të flas në asnjë lloj farforme, tha nuk shpreh dot fare, por u shpreh në letër dhe më tregoi me pak fjalë. Ai ishte njohur, po ishte edhe mënyra e marrëdhënies, ishte njohur me këtë vajzën shumë herët, domethënë ky ishte 19-17, pastaj trysnia e familjes së saj që nuk mund të bredhësh me gocën time, duhet që ta zyrtarizojmë, e zyrtarizuan me kërkesën e familjes, patën ca vite shumë të lumtura. Dhe ai shite që kjo gjatë gjithë kohës shkonte tek prindrit gjithë kohës, nëna babi, ka si babim di gjithçka, nëna po kryesisht babi, dhe e merrte babin për çdo gjë dhe ky ndihej si jashtë loje. Filloi punë, mbaruan shkollën, ajo shkoi në shkollë, filluan punë, dhe shkolla ishte shumë babi. Në një moment tek pjesa e punës u bë më ndryshe, ndoshta edhe ky fitoi atë pjesën, domethënë mori më shumë dominancë në rolin e tij si provider, pra si ai që do siguronte për familjen. Më pas i posoi një aksident shumë të rënd. Aksident gati afër vdekjes. Dhe tha, nusja ime, se u martuan, nusja ime tha ka ardhur vetëm një ditë në spital. Dhe atë ditë që ka ardhur në spital, unë për gjumësh kam dëgjuar që fliste me të jatin dhe bëri muhabet e lekëve. Kush do ja paguaj infermiera, sa i pagoj, do i paguaj ky, pa ti gjejmë lekët tani. Pra ishte një muhabet shumë i rëndomt lekësh. Dhe ajo pastaj bëri sikur po lodhe, po nuk po rrinte, nuk po zinte më vend aty dhe tha mund të ikit te babi. Pra kjo kishte babin dhe mamin dhe unë isha roli dytësori. Dhe në momentin që unë isha në aksident dhe nuk kisha më vlerë ekonomike të siguroja gjëra, sepse nuk lëvizja dot për muaj të tërë, atëre kjo thjesht më braktisi. Dhe më duhet dhe kjo braktisi ishte shumë fëminore, ishte gati 17 vjeç kur e mori dhe e vendosën, kishte ngelur aq. E kupton? Kjo dhe lidhet e paszgjidhura, jo të zgjidhura mirë, le të themi, ose në formë të shëndetshme, nga vajza me babain e vet. Që ngecin aty dhe duket sikur transformohet ose bëhen pjesë e marrëdhënies. Çfarë do të them me paszgjidhur, është që ti nuk mundesh të ndahesh emocionalisht edhe ndonjëherë fizikisht nga ajo ushqimi që të jep prindi. Është të vjen më mirë në këtë formë dhe nuk pranon të futesh në një marrëdhënie me kompetenca, me përgjegjësi që ti duhet të marrësh në marrëdhënien e re. Dhe duket sikur ja ti e furnizon me këtë, ajo vazhdon ta marrë këtë ushqim dhe nuk e përmbush ajo që i jep partneri. Dhe edhe këtu pastaj kemi prap një ndarje që është e nevojshme të bëhet. Kjo është çfarë ne duhet të bëjmë edhe kur familja jon është e shëndetshme. Unë e them shumë shpesh. Edhe kur ne kemi një familje të shëndetshme që ne plotson të gjitha në mënyrë të duhur, edhe në atë rast është nevojshme të kemi distancim fizik së pari dhe më pas edhe emocional. Pra ne do të mësojmë pa prezencën e familjare. Po kur s'ke mundësi për shembull. Kemi edhe raste që detyrohemi të jetojmë për një periudhë, por kur jetojmë aty duhet të jenë kufind shumë të qartë më pas, që ne vetë mundemi të ndihemi adult, të ndihemi përgjegjës. Pa mund të vësh kufi në shtëpinë e tjetrit? Duhet të vi nga fillimisht kur jeton me familjen e partnerit, të vi nga partneri që e merr këtë rol. Më pas patjetër. Ne si partnere, le të themi, sepse ai është në familjen e tij dhe ai duhet të bëjë të qarta. Ktu është roli më i madh i tij. Një
djalë 20, 30, 40 apo 50 vjeç, nëse nuk ka arritur të kuptoj kur manipulohet nga prindi vet, nëna apo babai qoftë, nuk do ta kuptoj ose do ta kundërshtoj më shumë nëse e bën partneri apo vjen partnerja dhe ja vën në dukje këtë marrëdhënie disfunksionale që po ndodh. Kështu që bëhet edhe më rezistent në fakt kur partnerja vjen dhe e thot të gjë sepse ai nuk do të ndihet sikur ka ndodhur kjo gjë, domethënë që ai s'e ka kuptuar. Kështu që këtu pastaj duhet punohet me një pjesë tjetër që mund të jetë ndërtimi i marrëdhënieve aq sa mundemi në realitetin që kemi, që po jetojmë, qoftë në kushte kur nuk mundemi të jetojmë të ndarë, por ne duhet të detyrohemi të përshtatemi, që mund të jetë një përshtatje në fakt me e detyruar aq sa mundemi për të pasur një marrëdhënie sado të shëndetshme edhe në ato kushte.